E tash të dashur miq, pas kësaj pauze të shkurtër të cilën e patëm, do takohemi me një herë me Ardioanën në një linjë direkt. Ardioana pak a shumë e ka treguar dhe temën cilën do ta diskutoj, e tash lidhemi me një herë me to. Ardioan, linja për ty. Po, Agnes, faleminderit shumë edhe njerë, përshëndetje për gjithë shikuesit që vazhdojnë me qëndru me programin e mëngjesit. Do të flasim tash për protestat në Serbi, kemi parë dhe zhvillimet edhe përmes portalit Koa.net dhe çdo medie tjetër që është raportu për to dhe për gjitha situatat që janë duke u bë atje si shkak i protestës masive dhe siç komentohet një prej më të mëdhave të para ndonjëherë, e unë do të diskutoj më shumë detaje sa i përket kësaj teme bashkë me profesorin Rahman Paqarizi. Profesor, faleminderit shumë për kohën, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Knacit jemi këtu e të flasim fillimisht për këto ngjarje të fundit që i pam, situatë kjo e krijuar nga protesta e bërë tashmë në Serbi. Po, ishte një protestë e madhe, me sa unë mbaj mend ishte ndër protestat më të mëdha pas atyre që organizoheshin në fund viteve të 80, në fillim viteve 90 nga Miloševići për mobilizimin nacionalist të serbëve, ndërkohë që protesta le të themi demokratike të studentëve nuk mbaj mend më të mëdha. Këtu ka dy gjëra. E para është një elementi pozitiv që në Serbi ka një forcë lëvizje, le të themi, të studentëve, të cilët gjithmonë janë të gatshëm të mos pajtohen me pushtetin, por në anën tjetër në Serbi ka një opozitë e cila është krejtësisht e çorientuar, është shumë e vogël, shumë e pafuqishme dhe jo kreative, dhe më e keqja është një opozitë e cila herë del më nacionaliste se sa vetë Vučići, i cili është pasuesi Miloševićit dhe domethënë unë nuk e kam kuptu, po thuj se fare, entuziazmin me cilin protestat e të shtunës në Beograd janë prit në Kosovë, pasi që në Serbi nuk ka një alternativ e cila është vënë ndonjëherë në kërkim të paqes përveç ndonjë organizate jo qeveritare, krejt minore, krejt periferike, sado që janë disa dy-tre organizata që janë përpjekur që ta ndijejnë fajin, përgjegjësinë e Serbisë për luftrat në Ballkan, të cilat kanë marrë jetën e qindra mijëra njerëzve, mirë po në Serbi nuk ka një forcë e cila është e gatshme ta njohë realitetin dhe të punoj, të shërbej apo të përpiqet të sigurojë një paqe të qëndrueshme në Ballkan. Duke pas parasysh që e përmende profesor edhe si protesta më e madhe, ashtu siç edhe po komentohet e po cilësohet, çka do të thotë ky masivizim edhe në përpjekje për të treguar ashpërsinë ose gjithçka kundrejt presidentit Vučići? Në fakt protesta po zgjat tash 4 muaj gati që nga nëntori dhe është një protestë e cila ka nisur për shkak të apo duke sulmuar pushtetin për shkak të korrupsionit galopant që është në Serbi. Në Serbi ka një korrupsion të jashtëzakonshëm, në Serbi ka një diktaturë të papar në Evropë, domethënë unë atë ditë kam përcjell edhe mediat e Serbisë për atë sa ka mundur të përcjell në platformat kablore të Kosovës dhe kam vërejtë që në Serbi nuk ka medje të pavarura. Domethënë nuk më ndodh që të kem dëshirë apo interes ta përcjell një ngjarje të caktuar dhe të përpiqem aq shumë, ndoshta më shumë me më shumë lehtësi i gjej ndeshjet e boksit të cilat i jepen pirates se sa të gjej një medium në Serbi apo një formë të transmetimit të atyre protestave. Është e çuditshme, është fatkeqësi, është përkeqardhje që në të gjitha studio televizive në televizionet jo publike madje, sepse RTS nuk kam arritur ta përcjell, kanë qenë të stërmbushura, aty kanë defiluar mbështetës të Vučićit, të cilët shpreheshin hapur kundër protestuesve dhe madje bënin sikur habiteshin se si policia nuk reagon. Këto protesta ishin të mëdha,
është një fuqi e cila lëviz diçka në Serbi, por nuk mendoj që andej ka do të kishte nevojë Ballkani, domethënë ka një paqe e qëndrueshme. Serbia nuk është e gatshme për diçka të tillë. Serbia vazhdon të vajtojë për hupjen e gjoja territoreve të saj, që nuk janë realisht të saj as pjesë e Bosnës, as Kroacia, as Kosova. Por ende nuk ka shpresa që të ketë diçka të tillë. Tash fatkeqësisht Vučići do të mund të shfrytëzoj këtë energji të lindur në Serbi nga këto protesta, të cilat nuk protestuesit duke pastime tjera, dhe me thënë, e bëri edhe një hap drejt manipulimit dhe bëri një lëvizje, një manovër përmes të cilës unë mendoj që do t'i vërë në shërbim të interesave dhe politikave të tij, të spastrimeve të caktuara që i ka më Po, e pam edhe deklaratën e tij, profesor, që tha se gjoja se merret mesazhi kur ka të bëjë me masa të tilla, kur ka të bëjë me protesta që zgjasin kaq shumë kohë dhe që pushteti duhet të ketë parasysh të bëjë ndryshime. Ato lëvizjet e pakta të vogla që tha mund të ndodhin, cilat mund të jenë? Praktikisht ata i kanë bërë disa lëvizje lidhur me kërkesat fillestare të protestuesve për të ndëshkuar personat përgjegjës për tragedinë në stacionin e Novi Sadit, ndërkohë që gjithçka tjetër që Vučić ka paralajmëruar si ndryshim do të jenë masa të cilat i shkojnë përshtati regjimit të Vučićit. Domethënë, ai do t'i përdor pakënaqësitë e studentëve për të goditur kundërshtarët e tij të brendshëm, pasi na dim që Vučić në disa vitet e fundit ka bërë disa përpjekje për të ndërtuar një parti tjetër politike, pasi që kjo nuk i mjafton, një parti më të madhe. Ky synon ta tejkaloj Miloševićin, sigurisht nuk janë rrethana tash për ta tejkaluar me krime dhe me përpjekje për të pushtuar, por në planin politik dhe diplomatik nuk është se nuk ka pasur suksese, dorën zemër vazhdon të jetë edhe i mbështetur edhe nga faktori ndërkombëtar, dhe është e çuditshme që për herë të parë në protesta të këtilla kaq masive, bashkia ndërkombëtare të mos i ketë mbështetur atë shumë protestuesit, por më shumë pushtetin, më shumë qeverinë ndaj cilës protestohet, pasi që duket se Serbia tashmë është shndruar në një farë faktori të rëndësishëm në këto politikat e vogla strategjike të Ballkanit. Pra pavarësisht mbështetjes që po e humb nga ana e tij, po them kështu, nga mbështetësit që ka pasur, ajo ndërkombëtare nuk është se po i mungon, po. Jo, mbështetja ndërkombëtare nuk po i mungon, pasi që Vučić është pozicionuar mirë në fakt ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit dhe po shfrytëzon secilën lëvizje, sidomos i ka shfrytzuar mirë këto lëvizjet e fundit në administratën amerikane, zgjedhjet e fundit në administratën amerikane, por Vučić nuk është aq i friksuar nga lëvizjet pasi që në vazhdimsi edhe studentët nuk e kanë potencuar Vučićin si fajtori kryesor, por kanë fajsuar pjesë të tjera të establishmentit që Vučićit në vazhdimsi ka shkuar për shtatet dhe vazhdon të shkojë për shtatet, fatkeqësisht. Sa i përket raportit me Kosovën, kjo situatë si mund të ndikoj, profesor? Kjo situatë nuk mendoj që ka farë ndikimin në Kosovë, përveç se i homogenizon kohë pas kohë edhe shtresat të tjera të serbëve, pasi që kritikat kryesore në ditën e protestave kishin të bënin me atë se ja studentët dhe agenturat e huaja po përpiqen që ta dëmtojnë serbët në Kosovë dhe në Bosnjë, të dëmtojnë pozicionet e Serbisë në raport me Kosovën, sidomos po edhe me Bosnjën e tjera. Do me thonë, në vazhdimsi ai pushteti i cili është shumë i fuqishëm dhe ka kapur gjithçka në Serbi, ka bllokuar
frymardhjen e njerëzve atje përmes bllokimit të medias, përmes bllokimit të organizatave të ndryshme jo qeveritare, përmes mendimit të lirë të intelektualëve në Serbi, dhe nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndikim për Kosovën, madje një diçka e tilla që mund të imagjinohet, prandaj edhe thash edhe më herët që nuk është se kam kuptuar entuziazmin në Kosovë apo pritjet që ishin në Kosovë lidhur me 15 marsin në Serbi. Profesor, për këtë pjesë faleminderit shumë. Së fundi veç po duam ditë pak një këndvështrim për anën tënde sa i përket zgjedhjeve përfundimtare të shpallura, rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ, si ishe edhe për koalicionin e mundshëm, çka kemi për të thënë? Tani, mirë që më në fund u shpallën rezultatet përfundimtare. Këto në fakt nuk janë rezultate përfundimtare përderisa nuk certifikohen, pasi janë edhe rreth 2 javë në dispozicion për të kryer gjitha procedurat lidhur me ankesat eventuale, le të shpresojmë që të mos ketë shumë të tilla, pasi edhe ashtu ishte një proces i stërgjatur, një proces i cili ka krijuar edhe konfuzion, po në anën tjetër u kalon hapësirë partive politike që të mos deklarohen qartë gjoja në pritje të rezultateve përfundimtare të certifikuara, e në anën tjetër duket se kjo stërgjatë nuk është, apo ky konfuzion, kjo paqartësi e partive politike nuk buron nga vonesat, por buron pikërisht nga mosgatishmëria atyre për të hyrë në koalicione eventuale, apo nga mungesa e kreativitetit për gjetur zgjidhje me qëllim të themelimit të institucioneve. Tek e fundit zgjedhjet mbahen për të formuar institucione të reja mbi bazën e vullnetit të qytetarëve, prandaj nëse do të vazhdojnë këto paqartësi dhe kjo mungesë e gatishmërisë për të bashkëpunuar, mendoj se në një farë mënyrë partitë politike nuk po them do ta trajtojnë, po nuk do ta përmbushin vullnetin e qytetarëve, cilët kanë dalë për të votuar. Faleminderit shumë profesor për kohën edhe për gjitha këto informacione. Faleminderit juve.